Viti 2025 u shoqëruar me rritje të vazhdueshme të çmimesh dhe presione rritje mbi buxhetet familjare, por pavarësisht kësaj, shqiptarët nuk hoqën dorë nga një prej zakoneve të tyre tradicionale, kursimi. Të dhënat të zyrtare tregojnë se vetëm gjatë vitit që lan pas, qytetarët shqiptar kanë kursyer rreth 1.5 milion euro në sistemin bankar. Pjesa më e madhe e kursimeve janë realizuar në lek. Megjithatë, kursimi nuk është i njëtrajshëm në të gjithë vendin, pasi qarku i Kukësit vijon të mbetet ndër zonat me performancën më të dobët në këtë drejtim. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se kuksianët janë ndër qytetarët që kursejnë më pak para në depozitat bankare krahasuar me qarqet e tjera të vendit, një tregues që lidhet ngushtë me të ardhurat më të pakta, emigracionin e lartë dhe të kurrjen e aktivitetit ekonomik dhe shpopullimin. Për shumë familje kuksiane, të ardhurat mujore mjaftojnë vetëm për shpenzimet bazë, duke e bërë kursimin një luks të vështirë për tu përballuar. Pavarësisht investimeve infrastrukturore dhe projekteve të shpallura për zhvillimin e turizmit malor dhe energjinë, efektet e tyre në ekonominë familjare të Kukësit mbeten ende të kufizuar. Për momentin, kursimi për kuksianët nuk është zgjedhje, por pasojë e drejtpërdrejtë e kushteve ekonomike me të cilat përballen çdo ditë.